Po rikthehemi në studio, ora e saktë 10:37 minuta. Pra miq dashur, rritja e çmimeve shumë lart, ndërsa rënja e cilësisë shumë poshtë. Dhe këtë temë do ta diskutojmë me pyetje blic edhe për të ftuarin ton, si zakonisht e kemi si rend në emisionin ton, pra apo blejmë shumë apo po marrim më pak. Është kënaqësi të kemi të ftuarin ton, që na vjen gjithmonë nga Europe House, nga qendra që mundëson që ti trajtojmë këtë tema pak më afër tryezës tonë, mirë po dhe na vjen me lajme shumë të bukura. Valon Saliu nga Europe House, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Mirë se erdhe Valon. Sot pak më mirë se radhën e kaluar ishte pak sa i ftohur. Ishe me grip më duket, ëh? Sepse kur u takuam tha mos jam i ftohur dhe por ishim këtu në distancë. Ka gjasa se me këto punën e Safe City-t kam nis motorin ta përdor me motor. Valon, a të shqetëson kjo rritja e çmimeve të çuditshme, të cilat sigurisht që çdo familjar e shqetëson kjo. A e shef këtë fenomenin e çuditshëm të një produkti ku e gjejmë në shumë markete me çmime jo të standardizuara. A shqetëtesh në markete për të bler produkte të ndryshme? Që mundohemi të paktën të kemi atë shportën familjare deri diku të themi e arrita. Patjetër, buxheti duhet kontrollohet. Fakti që i kam 2 vajza të vogla në shtëpi, ndonjëherë është më zor e menaxhuesme, më vështirë menaxhohet. Të pas parasysh faktin se kur thyn me fëmijën shitore, je nis për një send vogël, si marrim nga lëvizin gjithandej. Mirë, po është interesant fakti se më parë hyshe në market me 200-300 dinar ke ble disa gjëra, në ditë sotit kur hyn në market gati në 1000 dinar. Pa 1000 dinar nuk ka. Jo, 2-3 gjëra që dikur ishin për 300 dinar, sot i ke 1000 dinar. Zbres prej shtëpisë që të marr diçka në market, nuk jo për të bërë pazar. Me thonë diçka kështu të marr disa gjëra, ndoj çum çdoj kaçkavallë se kështu me radh, ndër 1000 dinar. E vërtet. Motis nga ndo. Edhe është interesant se nuk jam ish markete dritro. Ka hype edhe çmimi i ndërtesa. Çdo gjë po rritet, ndërsa fatkeqësisht rroga në shtetin tonë të mirë, që Zoti na e ruajt dhe na e shtoft me begati, ka mbetur atje ku duhet, nuk rritet, nuk zhvillohet, proporcionalisht me rritjen e tregut. Ndonjëherë stagnimi edhe nuk është aq i keq, unë frikoj mos kemi regres. Ka mundësi edhe kjo. Se nuk po shkojmë kështu, po shkojmë po disproporcion njëra me tjetrën, po. Kjo shumë e frikshme, por kalojmë të bisedojmë për arsyeën pse Valoni është këtu në studio sot me ne për lojën Navigator 2, do të bisedojmë gjëra gjatë. Unë dua pak të kaloj në temën e ditës djeshme që e patëm, Safe City apo Sin City, dhe dritroje kishte një pyetje. E diskutuam ditën e djeshme, temën e patëm Valon, Safe City apo Sin City. Për 24 orë u regjistruan 110.000 apo qyteti i mëkateve që përshëndrohet për shkak të paregullsive dënimeve të mëdha që i marrin edhe të shumta. Fal paregullsive që ndodhin në komunikacion. Por unë do doja ta pyesja Valoni se dikur ke qenë këshilltar në komunën e Shkupit, mos gaboj, Zëdhënës, po, Kërkëndjes, edhe kemi diskutuar në lidhje me kur u bë ndarja e Çajirçanjes, kur u betonizua ajo pjesë, edhe diskutimi me ty që e kemi patur në një portal, do më thonë, filluan shqetësimet e njerëzve dhe pyetja ime ishte, a duhet krijojmë ura lidhse apo mure ndarse? Sepse sot po e shikojmë që funksionon mirë, sepse dikur ishte një rrëmuje vërtet, sepse si e cili edhe pse nuk na pëlqen, është një zgjidhje, duhet potencuar. Por sot po e shikojmë, unë për veten time po e shikoj të vetmi shqetësim që e kam në atë pjesë është për urgjenca. Është menduar mirë për urgjenca. Fatkeqësisht kur u nis procedura e vënies së murit, është nis me një qëllim të vetëm, se kishte shumë aksidente. Aty kemi shkolla, kemi qerdhe, edhe fakti se voziteshte shumë keq, në atë kohë zgjidhje e momentit. Nuk ishte zgjidhje afatgjate, ishte zgjidhja e momentit që vetë një mur, derisa të bëhet projekti i cili ishte i parapam për atë kohë. Fatkeqësisht 5-6 vite pas muri ende është aty. Nuk e t'ja mban mend neve edhe simbolikisht në mur i shkruajtëm emrat e nxënësve të qerdheve dhe të shkollave të përçojmë një mesazh se muri është vendu jo për ndarje, po për çështje sigurie. Mirë, po fatkeqësisht
murja është ende aty, rruga duhet të zgjerohet, duhet të rregullohet, shpresoj që në një të afërme do të Të bëhet shpresojmë të gjithë dhe është dëshire ka mundshme gjithë qytetarëve të cilët frekuentojnë konkretisht atë të themi një një ndër arteriet kryesore të qytetit Shkupit, e cila është jashtëzakonisht shumë e Për ta frekuentuar. përfunduar të këto zgjidhet safe kjo. sit-in, sa dënime i more për këto 48 orë? Unë ende jo. Jo, I po, mirë. Sepse tha me motor, apo me Po, biçikletë. sot e mora motorin, mirë po e kam një problem, se unë jam një ndër më të zëshmit këto ditë në lidhje me safe sit-in, ndoshta më keni përcjell në Facebook. Po. Gjenerohet një problem tjetër, drejtor, është një semafor ke kryqi i kuq, që sa shkojmë punë në të njëjtën rrugë, mua nuk më ka ndodhur më shumë se 2 herë ose 3 herë të më kap semafori. Dje do të thotë më kapi 5 herë semafori, sepse njerëzit kanë filluar edhe në dritë jeshile të ndalen. Po, panikë. Kjo Çështja psikologjike. çështja psikologjike e frikës, do të thotë vjen te 50 që ndalesh edhe mendoj se do të ketë edhe një efekt pak më të kundërt se duke Derisa pa të njerëzit. mësohen. Jo, kjo mund të krijon edhe aksidente të shumta. Duke pa njerëzit që sa janë të ngazveturën mund të sepse janë në panik, në ankth gjatë gjithë kohës derisa vozisin se një mendje i rije qëndron tek gropa tha, mendja tjetër qëndron tek pa keq kuptime, sistemi kamerët e është fenomenal, duhet kese gjithsesi shteti. por duhet Do të të tolerancë. mësohemi. Mirë, po duhet ketë tolerancë. Plus, nëse vendojmë një sistem të tillë, duhet pak të kemi edhe disa kushte tjera paralelisht. Do thotë nuk mund të mos kesh ti transport publik adekuat, dhe të kërkosh nga dikush mos të ngas me vetur nëpër rrugë ose të promovosh ciklizëm, mos kesh kursit bicikletave kështu me radhë. Kur gjitha kursit janë Duhet zëvendësuara sot me duhet parking. pak paralelisht. Sistemi si sistem është shumë i qelluar, mirë po mënyra besoj që se tani jemi në fazën ku ende nuk ka dënime kështu me radhë, Po, besoj që kur eksperimentohet të me ne. fillon, po, do të adaptohet. Por të kemi paktën të patjetër- implementohen edhe Po. këta gjëra shtesë. Pra, transporti publik të jetë i rregullt, të jetë në kohën e caktuar, premtojnë këta kryetari i ri i komunës i qytetit të Shkupit, premtoi që do të ketë autobus të rregullt, por më duket se vazhdon me avazin e vjetër, nuk i kemi të rregullt. Parkingje, shtegjet e Shpresojmë të bicikletave përmirësohet. janë të stërmbushura me parkingje makinash. Po. Nuk kemi shtegjet janë krijuar, por janë zëvendësuar me makina. Fatkeqësisht. E kemi patjetër të Do përfundojmë kalim tek tema që e kemi bisedën edhe dhe për të edhe kaluar Valonin këtu. tek një lojë Do të thonë, Big Brother me edukative. rëndësi is watching us. Po na ndjek Big Brotheri, po na ndjek. E kemi patjetër të kalojmë në lojën edukative, e cila është një ndër projektet e ardhshme që po organizon edhe Europe House, pra kjo hapësirë të them kështu, e cila gjithmonë mundoson që të përcjell mesazhet e duhura, sidomos tek të rinjt. Është një lojë edukative në Navigator 2, nëse nuk gabojmë është viti 2 që do të mbahet. Mirë po, është lidhur shumë ndjeshëm me 16 ditët e aktivizmit. Të flasim pak se çfarë tema trajton kjo lojë dhe si po zhvillohet. Kjo është lojë për fëmijë, ha? Po. Jo, loj për edhe për ty. Për mua. Jam i Nëse sari. ke perfeksionalizuar drejtat e njeriut, atëherë mund edhe mos ta luash. Mirë, po, ideja është që, qartë. po, të filloj pe gjenezës, pe fillimit, do të thonë, ne si Europe House përveç aktiviteteve që i kemi, i shënojmë edhe këto dita që janë internacionale mjaft me rëndësi, dhe një ndër to është edhe dita ndërkombëtare e drejtave të njeriut, e cila është me 10 dhjetor. Vjetë për herë të parë, do me thamë përveç kremtimit oficial që e bojmë, u mblodha me thamë t'i japim një qasje tjetër, edhe ideja ishte pas që punojmë me 3, ideja ishte që të fusim këtë aspektin edukativ pak, sidomos në temën e drejtave të njeriut, se jo gjithë nga ne i dim drejtat tona kështu me radhë, edhe mënyra më e mirë, më interesante ishte të zhvillojmë një lojë online, nëpërmjet të cilës gjithë që do e luajnë, do të mësojnë diçka më tepër për drejtat e njeriut, mirë po paraprakisht edhe do japim dhurata me qëllim që të shtyjmë njerëzit Të ketë interaksion. ta luajnë lojën. Po, edhe vjet doli mjaft e suksesshme, do të thotë neve gjatë periudhës kur u lut loja, s'kishte as një muaj afat për pe fillimin deri te fundi, kishim dikun 50.000 luajtje të lojës, ose më saktësisht 340.000 pyetje u përgjigjen, pyetje që kishin të bëjnë strikt me drejtat e njeriut. Kishi. Tash ti nëse e merr dhe analizon këtë më thellësisht, nuk e di a ka proces edukativ të ne që dikujt ja ka përsërit 340.000 herë çështjen e drejtave të njeriut. Edhe të marr parasysh këtë sukses që e kishim vitin e kaluar, vendosëm që edhe këtë vit ta
reaktivizojmë navigatorin, mirë po është paksa më i avancuar se vitin e kaluar, vizualisht duket shumë më bukur, pyetjet janë më interaktive, nuk janë vetëm pyetje për përgjigje, por duhet edhe të bësh kombinime kështu me radhë. Edhe për dallim prej vitit të kaluar kemi edhe një Planet Plus, pasi që kur të hysh në lojë ke disa planete, secila planet shqyrton një temë të veçantë, drejtat e njeriut kur është në pyetje ambienti, drejtat e njeriut në shëndetësi e kështu me radhë. Si vjet e futëm edhe planetin portokalli, i cili simbolizon kampanjën 16 ditë aktivizëm, dhe për atë qëllim e filluam edhe kampanjën e navigatorit më herët, më saktësisht loja filloi prej 25 nëntor dhe do zgjas deri me 14 tetor. Kjo është lojë online, të mund të luhet, jo të shkarkohet jo. Jo, domethënë është shumë e thjeshtë, vetëm hyn në webfaqen e Europass, europass.mk, hyn në webfaqe e ke një baner, është kryesori për momentin, si ta klikon atë hyn direkt në lojë, s'ke nevojë as të downloadosh aplikacion as asgjë. Domethënë adaptive është edhe në laptop, po edhe mund të luhet edhe në shqip edhe mashtrisht. Unë do doja një pyetje në lidhje me këtë, sepse cilët janë ato grup mosha, me siguri që keni një statistikë, me siguri keni një statistikë, cilët janë ata grup mosha që i parashtrojnë këto pyetje. Për shkak se ne të drejtat e njeriut të gjithë i dimë, por duke marrë parasysh në vendin tonë të mirë, që Zoti na ruajt dhe na shtof me të mira, sa implementohen ata? Ka dhe një target kështu, dhe një statistik për targeti, gjitha kampanjat, gjitha organizimet që i bëjmë, targeti kemi të rinjt, edhe jo rastisht Europass është këtu për të rinjt, është motoja e Europass është. Domethënë kur mendove që edhe unë, domethënë i rija, apo jo? Se si, patjetër. Ti dritroj ke 25 vjet, nëse aty jemi 24 pa gjumi. Sipas analizave që i kishin vjet, mosha mesatare ishte diku 27 ose 28 vjet, nëse nuk gaboj, që deri në 30 vjet zakonisht konsiderohen si të rinj. Mirë, po më pëlqen fakti që edhe më të vjetër e luajnë, pasi që ti gjatë jetës, unë ndoshta kom mësuar diçka për drejtat e njerit, po besoj edhe që i kom harruar shumë gjëra. Tash neve ndoshta sipërfaqësisht i dim shumicën e të drejtave tona, mirë po e mira në lojë se ndonjëherë të ballafaqon me situata, si do gjendesh ti nëse edhe në bazë të asaj po ti edhe mëson një drejtë, edhe mëson se si do çfarë çasti do jepsh një problematikë. Domethënë, sa më duket është si puna e Forum Teatrit, një problematik të cilën mund ta ketë dikush dhe e nxjerr, e shfaq dhe kërkojnë mendimet të tjerëve se si do të gjeni zgjidhje të këtij problematike. Po. Është quiz lojë, mirë po ideja e lojës është që të mësosh gjatë luajtjes. Edhe kemi fut disa çmime interesante. Thënë çmimi kryesor është një IT voucher për 60.000 denarve. Vjet kishim një djalosh të ri i cili fitoi çmimin e parë, edhe t'ia shofish dhomën dritro, komplet e ka pajisur me gaming, me kompjuter, me kështu gjëra. Ishte për një të ri është mjaft specifike, sidomos në periudhën ku jetojmë në. Dhe çfarë duhet të bëjnë për ata të cilët se kur flasin për shuma, disi na hapen veshët më shumë, diapazoni sikur po na hapet më shumë. Çfarë duhet të bëjnë? Duhet të jenë më të saktë në përgjigjen e pyetjeve, më të shpejtë. Kushti kryesor është që të fitojnë 1000 pikë. Për të hyrë ngar për lojë. Për kualifikimin. Dhe sa më shumë pikë që fiton, aq më afër je çmimit të parë. Mirë po, e mira është se nuk e kemi vetëm një çmim, do të thotë 60.000 denarë është vetëm çmimi kryesor. Mirë po, në bashkëpunim me ambasadat e shteteve anëtare të BE-s, kemi përgatitur disa çmime shtesë, siç janë bicikletë, do t'japim kurs në gjuhën spanjolle, do t'japim një shëtitje në Gjermani, pastaj kemi një bilet për hekurudhat në për Evropë që mund të shfrytëzohet. Çka bilet moja ma. Shumë interesante që kanë dhuratë. Nuk që kanë dhurata të zakonshme. Po, janë dhurata të cilat e simbolizojnë një vend antar të BE-s. Edhe kjo ishte edhe ideja. Dhe zakonisht bashkëpunimet që i bëjmë me ambasadat e shteteve të anëtare të BE-s janë kështu bashkëpunime që japin një farë verdikti ose që karakterizojnë atë shtet. Pra me 14 vjetor përfundon ky projekt, kjo lojë. 14 vjetor në ora 1:59. Kështu që miqtë të dashur, shpejt filloni, analizojeni mirë, sepse nuk i dihet, edhe ju mund të jeni pjesë fitues. Së bashku prindërit edhe fëmijët sonte gjatë natës, pra para se të bëjmë detyrat e shtëpisë, ta luajmë këtë lojën që të motivohen pak fëmijët dhe të luajnë edhe prindërit. Të paktën një antar le të fiton diçka. Edhe din çka është e mira, se loja mund të luhet edhe 1000 herë. Ajo ishte edhe nëse dështon, edhe nëse dështon, po edhe nëse nuk dështon, nëse ke marrë 1000 pikë, do të marrësh 1200, mund ta luash përsëri.
Jo rastisht e kemi bërë këtë se Për t'i mësuar. përsëritja është Është nëna e diturisë. edhe Shumë e bukur. fakti se duam të shumë të e japim një farë aspekti edukativ. Sa më shumë do përsërisim, aq më mirë. 100%, okay? Unë të vetë me loj që e ka Win-win përsëritur është. është Mario Brosi. Sepse nuk ishte aty ku të vriste, po detyrohesh të kthehesh në Ringjallësh, a? Por kjo pas ka kontinuitet, pas ka vazhdim si doja. Dhe poenat, pikët të mbesin pikërisht të njëjta të cilët i ke akumuluar pak më herët. Valen, duhet veçantë. të di se Europe House gjendet në disa vende të Maqedonisë, në territorin ton. Ka interesim edhe nga qytetet tjera për ta luajtur lojën, po zhvillohet edhe atje kjo lojë? Gjithsesi, po, loja është online edhe mund të luhet në gjithë territorin, mirë po në aspekt të promocionit, ne kur bëjmë promocion për një moment si që janë drejtat e njeriut, gjithsesi se e promovojmë në gjitha Europe Houses, kemi aktivitetet të ndryshme, mirë po ky që është edhe komunikimi i Europe House-it direkt me shkollat, me fakultetet, duke e parë parasysh për shembull në Tetov kemi 2 fakultete, në qytete tjera kemi shkolla kështu me radhë. Edhe e mira është se partner në lojën edhe vjetë dhe si vjetë, kemi edhe Ministrinë e Arsimit, e cila gjithsesi se na i hap dyert në akses më të lehtë deri tek nxënësit edhe deri tek Keni studentët. plane që kjo loja pak të ndërhyjë edhe në shkollat, le të bëhet si një quiz ditor, kështu për nxënësit. Nuk bëjmë është e projekte të jona, tilla, po mund për bëjmë shembull, projekte Do gjithsesi. ta implementojmë Ministria Duhet e nga mësimdhënësit Arsimit. pak të ketë më shumë interesim, sepse mund të sa zgjat loja e gjithë procesi. 3 javë, do të thotë për 25 Jo, deri për ta në 14. luajtur lojën. Si lojë si Varet, minuta. varet. Pare sa interesim ke, për sa nivelet. Me sa nivele i Sa kalon. pyetje janë? Ka 10 planeta, se cili planet kishte ka, më falni. Jo, nuk është problem për afërsisht. Po, 10 planete 10 ka, dhe se cili planete, planet secili ka ka disa tema të pyetje, ndryshme. për të kaluar në planetin tjetër duhet ta mbyllësh ta kalosh. Mua më në- intereson diçka pak më e fshehtë nga kjo që shikoj. Ju bashkëpunoni me ndërkombëtarët, domethënë siç është European House. Perceptimi i tyre për vendin tonë. Si është kjo linja? Përse mundohemi që të vëdisojmë qytetarët me të drejtat që na takojnë dhe duhet t'u rikujtojmë? Përse kalojmë në këto mënyra, për shembull, nëpërmjet aplikacionit, që është gjë shumë e mirë, fantastike, për t'i rikujtuar njerëzit. Po përse na shohin me këtë sy pavarësisht? Jo, Sepse nuk- nuk i dimë ne të drejtat, për jo, shembull, nuk sistemi jonë, kam fjalën, nuk na implementon ashtu siç duhet? Nuk ka të bëjmë atë se si na shohin të huajt, pasi që dita ndërkombëtare e drejtave të njerëzit festohet gjithë si në botën, Bruksel, si në Shkup, si në kështu që vetëm qasja se si dikush e percepton e kremton këtu dhe si atje është mjaft e ndryshme. Ka shumicën e aktiviteteve që kemi bërë ne themi në Europe Houses në vendin tonë, janë marrë si ekzemplar si në për implementuar shtetet në e shtetet tjera. tjera. Mirë po nga ana tjetër neve kishim edhe një aktivitet me ambasadën e Suedisë, Thirrat Electionville, ku luhet një lojë me nxënës të shkollave të mesme dhe u jepet detyra e këshilltarëve të komunal, u jepen buxhete dhe mbas lojës ata mësohen se si të menaxhohet qyteti e kështu me radhë. Kështu që nuk është se Ka vetëm te ne disa bëhet. metodologji. Po, nuk është se por, vetëm te ne bëhet, kjo është, domethënë Electionville është Është mbajt vjet, e po, keni bërë vjet. edhe si vjet, apo jo? Jo, më fal, si vjet u mbajt. Kishim disa organizime dhe finali u mbajt në Shkup. E luajtëm në disa. E kishim një bisedë. Ishte mjaft interesante për t'ja u dhënë edhe vendimarrjen fëmijëve, pra të bisedojnë për buxhetin, për rregullat e reja, për zgjidhjet që mund edhe të më bëhen. interesant ishte se finalin e bëm në Shkup në komunë diku? jo në komunë, në parlamentin e në edhe i ulëm aty ku ulen Koltuku i nxehtë. deputetët e kështu, neve ishim lart edhe zakonisht kishte debata mes tyre se ku ta çojmë buxhetin. Do të thënë, Shumë interesant. procesi i mësimit gjatë lojës ka gjithandej më është praktik, edhe është mirë të ikim pak çështjes së teorisë, sidomos të A duhet të implementohet sistemi i ri në arsim? A duhet nëpërmjet lojrave të ndryshme, metodologjive të ndryshme, apo të vazhdojmë me këto klishe që i kemi patur? Shif, sistem të ri nuk ka, zakonisht Kene duhet t'i adaptohesh eksperimentuar lojës. shumë. Ti adaptohesh Ka mënyra të shumta të cilët mund të bëhet më interaktive dhe më interesante, mënyra se si mësimdhënësit duhet ta interpretojnë. Por këtu tek ne kemi një shablon të dikurshëm, të trashëguar nga shumë herët dhe vazhdojmë me atë mënyrë që ta implementojmë. Fatkeqësisht, fatmirësisht ose fatkeqësisht si ta them, kemi edhe shkolla private të cilat
i implementojnë kanë qasje pak më ndryshe, këto që kemi neve ende janë në atë aspektin teorik tradicional, i cili nuk është i keq, mirë po është shumë strikt. Është i strikt, po strikt plan programit të tyre të unë kam vajzën në klasën e dytë edhe i shoh plan programet, mirë po duhet edhe ti tulesh punosh me atë japish një farë qasje loje, se unë e shoh Luna e humb koncentrimin. Momentin kur e ul, tash ajo jeton në epokën e telefonit, ka informata shumë se sa që kemi pas neve në të kaluara. Edhe kur ulet për shembull para librit, shumicën e gjërave vetëm i ka pa diku një dinë. Duhet t'i japësh pak atë se koncentrimet e të rinj ditësodit në atë mësimin tradicional. Do më thënë, bëhet më ngarkesë për prindërit. Edhe jo rastisht neve kemi aktivitetet të ndryshme me të rinj. Do më thënë, në Europe House organizojmë book club, ku nëpërmjet klubit të familjeve të vegjël lexohen libra, se ditësodit është pastaj edhe përshtypje ndajnë mendime. Po, fakti se vinë aty në formë loje, vizatojnë, e lexojnë një libër, bëjnë ndonjë workshop, pastaj kishim edhe këtë Science Club, ku nëpërmjet lojës po erë në kaluar dhe diskutojnë, mësojnë shkencë nëpërmjet lojë. Kështu që shpresoj që në të ardhmen do të shohim më shumë kësi aktivitete edhe në institucion. Le të jetë kjo një thirrje publike për të gjithë prindërit që ka domethënë një hapësirë ku fëmijët tuaj mund të zbavitin, mirë po në të njëjtën kohë të mësojnë shumë gjëra të rëndësishme për zhvillimin e tyre, për ndikimin e tyre në jetën e përditshme, mirë po mbi të gjitha nëpërmjet lojës të ketë domethënë informacione të duhura. Unë mendoj që duhet të bëhet një thirrje edhe deri tek Ministria e Arsimit që plan programet duhet të avancohen sipas epokës që ne po jetojmë. Për fëmijët duhet të jetë shkollimi dhe edukimi pjesë e zbavitjes përditshme, mirë po marrja e informacioneve. Jemi në 2 minutat e fundit, unë dua të di planet përfundve të Europe House-it. Çfarë keni diçka ekskluzivitet që mund të ndani me ne? Deri në fund të vitit nuk na kanë mbetë edhe shumë. Po, neve mbylljen e navigatorit do kemi dikun me 17 dhjetor, edhe do i publikojmë edhe fituesit edhe do bëjmë një ceremoni, pas asaj do të mbesin edhe disa ditë. Mirë po do kisha të sekse paralelisht për skaj navigatorit kishim edhe aktivitetet të tjera. E keni thyer rekordin këtë vit të eventeve? Është duke u thyer. Ende nuk e kemi numëruar. Ende vitit do numërohen. Mbajment që ka qenë një numër shumë i madh. Kemi pas 999, është rand të arrijet, po shpresoj që do jemi dikun afër, kështu që kemi pas aktivitete të ndryshme, një ndër to ishte konferenca për media literacy, duke marrë parasysh se po jetojmë në epokën e inteligjencës artificiale, edukimi mediatik, gjithsesi se kishim event në gjatë javës së edukimit mediatik, kishim event në Tetov, kishim edhe 2 evente në Shkup, siç ishte konferenca, dhe ishin të mbledhur ekspertë të komunikimit nga Ballkani Perëndimor, kështu që këtë qasjen e edukimit e kemi fut në fokus këtë periudhë, dhe shpresoj që edhe vitin e ardhshëm do të angazhohem. Me siguri që po. Valen, faleminderit shumë që ishe për sot prezencën, për me informacionet, pra miqdashur, mos harroni Europe House lojën, sepse nuk i dihet, mund të jeni edhe ju fitues. Siç e tha, nuk ka domethënë limit loja, mund ta luani disa herë derisa edhe të mësohen të gjitha ato rregulla. Sa po të shkojnë në shtëpi do futen tek loja, edhe të shikoj, jo për lojë, për biletën. Jo më, shikoj se sa kam informacione mbi temën, mbi të drejtat e njeriut, pra. Testoni vetëm pak. Shikojmë të drejtat tona, sa i dim dhe deri ku jemi me ato informacione që i kemi, dhe se sa më shumë mund të gjejmë aty konkretisht. Faleminderit shumë, Valen. Faleminderit shumë për ftesën edhe çdo herë. Kënaqësi. Ka një energji pozitive gjithmonë Valen. Jemi edhe ne, po, ne sot po e përmbyllim emisionin. Me shpresë që do shihemi sigurisht nesër. Me dritrojnë. Po, me mua, sepse Valbona do të na udhton me tren nesër. Po çfarë treni më dritromë? Po do të na udhton diku larg. Do të thonë që asnjëherë më parë. Po, ju falenderoj shumë për përshëndesim dhe mirëmbëjtje. Që ishit aktiv gjatë gjithë kohës në lidhje me temën. Pra, temën të cilën e diskutuam për sot. Falenderoj shumë për gjitha mesazhet dhe shpresoj që këta hallet tuaja do të gjejmë një zgjidhje sa më shpejt, uroj. Shihemi nesër në një kohë, deri atëherë, mirëmbëjtje të gjithë.